Përshëndetje dhe mirë se ardhët në edicionin qendror të lajmeve. Kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku, pritet të paraqitet në stacionin policor të këtij qyteti për intervistim pas incidentit të djeshëm me kryetarin e degës së vetëvendosjes në Skënderaj, Hysni Mehani, i cili tha se Lushtaku e ka sulmuar fizikisht atë. Siç raportojnë mediat lokale, nga vendi i ngjarjes në stacionin e policisë kanë arritur para pak qastesh hetuesit e krimeve të rënda për ta intervistuar Sami Lushtakun. Ndërsa para pak qastesh edhe kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku, ka arritur në stacionin policor në Skënderaj, ku pra do të intervistohet lidhur me sulmin ndaj zëvendës ministrit të financave Hysni Mehani, i cili është edhe kryetar i qendrës së lëvizjes së vendosje në këtë komunë. Ai është pritur me duart trokitje e brohoritje nga qytetarët e mbledhur para stacionit të policisë. Ndërsa kandidati për deputet i PDK-s, Mërgim Lushtaku, tha se babai i tij Samiu nuk i ka ikur policisë as drejtësisë dhe se ai i përgjigjet gjithmonë ftesave që vijnë nga këto organe dhe që as rasti i incidentit me Hysni Mehanin nuk përbën përjashtim. Kjo u podhi nga qytetarët e vendit që si thyrje e qytetarisë, si rezultat i saj edhe kanë dalë shumë qytetarë me protestu në njëtë natës. Dhe deri sa në largua njësia speciale, ku duhet njësia speciale të jep llogari drejtësisë jo partive politike apo partisë pushtet. Prandaj besoj po shihet qartë që Sami Lushtaku pi përgjigjes ftesës, se që kemi deklaruar që nga fillimi, po derisa s'ka pas ftesë zyrtare, sigurisht që nuk ka pas edhe mundësi me u përgjigj. Ka marrë ftesën zyrtare dhe do t'i përgjigjet shumë shpejt, do të vijë para stacionit policor në Skënderaj. E pas pak do të lidhemi drejt për drejt me kolegen e Dona Demiqe, e cila është në Skënderaj, atje ku pritet të intervistohet kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku. Në Skënderaj, gjatë ditës ishte rikthyer qetësia pas incidentit të djeshëm që u pasua me zbarkim të forcave speciale policore në mbrëmje. Qytetarët e kësaj komune thonë se prania aq e madhe e pjesëtarëve policor shkaktoi shqetësim për ta. Pushteti komunal dhe organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ndërkaq e cilësuan si të panevojshme ndërhyrjen jashtëzakonshme policore. Brëm në këtë hapësirë për orë të tëra qëndruan forcat të shtuara të Njësisë Speciale të Kosovës, madje edhe të maskuar, por që një ditë pas situata në këtë pjesë është e qetë. Por jo vetëm në këtë lokacion, njësitë speciale të policisë së Kosovës qëndruan pothuajse në çdo cep të Skënderajt duke revoltuar qytetarët. Ata thonë se ishin të shqetësuar nga prania e madhe e pjesëtarëve të policisë. Valla më ka çmuar sunën para luftës gjithaj afar, forcë gjithaj afar. Ajo shisa ju është jam normal, është nëse normal, ta na utratakuni na kom. Neve na ka me trauma dhe që shpej ku është luftës. Piku është servis, ku na vishin njësia speciale servis. Tash s'kam nevojë, na jemi liri. Çdo kush me mërkuptim kaluar ato. Është dashur, edhe në analizat e policisë do të sipas rrezikut do të mërmos, kur fa rrezikin s'ka pas. Jashtë janë intervistuar, janë disa mbajt, disa janë shu edhe absolutisht diçka rrezik s'ka pas për me trenu për foto precision. Zbarkimi i forcave policore në Skënderaj pasoi sulmin në një kafiteri të këtij qyteti ndaj kryetarit të LVV-s në Skënderaj, Hysni Mehanin, nga si shta ai, kryetari i komunës Sami Lushtaku akuza ato që u mohuan nga ky i fundit. Lushtaku ka thënë se qytetarët ishin ata që kanë reaguar ndaj etiketimeve Sami Serbia të bëra nga Mehani. Ndër qytetarë thonë se komandantët e UÇK-s nuk duhet të ofendohen. Që ka një para komune Vardhej, me thonë sa me Serbia. Qysh i thëhet një komandantë, kryetarit, shpeoni i Serbisë. Nën kryetari komunës së Skënderajt, Fadil Nura, ndërkaq tha se Lushtaku s'ka qenë i përfshirë direkt në incident. Sipas tij, masa e jashtëzakonshme policore ishte e panevojshme. Ekzistojnë dëshmi për këtë çështje, duke të shprehur një indignatë e tillë si institucion, për emër të qytetarëve të komunës Skënderajt për prezencën e mbrëmshme të
një mosë policore të jashtëzakonshme që ka qenë në Skanderaj deri në dikun pas mesnote, sepse një gjë tillë konsiderojmë që është krejtësisht e panevojshme. Praninë e forcave policore e cilëson si të panevojshme edhe organizata e veteranëve të luftës UÇK-s, duke e quajtur si veprim të turpshëm të qeverisë. Ndonë se nuk e arsyetoi dhunën, Hysni Gucati bëri thirrje për ndalim të fyrjeve ndaj luftëtarëve të UÇK-s. Në 17 pika në Skanderaj, këtu ku jemi në shesh ka pas njësi speciale, edhe para stacionit policore, edhe para ndërtesave të mëdha, po edhe në për disa rrugë, pa nevojë dhe bëj thirrje qeverisë dhe institucionit tonë ta ndalin një herë për gjithmonë fyrje. Nuk thuhet Sami Serbia, nuk thuhet Ramash Haradinit shpyën, nuk thuhet Ramash Haradinit jetë tradhtar, nuk thuhet Sami Lëshovi tradhtar, Remit, gjithë të tjerë. Ky është turpi më i madh, po ne ata që pronojmë këtë liri, sot si një tir këtu me neve bashkarisht. Edhe ish-nën kryetari i Skënderajt, Nureddin Lushtaku, thotë se urdhërdhënësit duhet të ndihen të turpëruar që zbarkuan forcat speciale për një rast të rrahjes. Nuk është normale me urre, por do me thonë që është bërë tragjike nota e pramit në Skënderaj, është mjarë marrë kush e ka bo ato, kush e ka dhënë atë urdhën, edhe është do të mjarë keq prej qytetarëve të Skënderajt, me bo atë gjendje alarmante pa asnjë nevojë më të vogël që nuk është. Brënd, drejtoresha e policisë për rajonin e Mitrovicës, Aferdita Mikullovci, kishte thënë se vendosja njësisë speciale ishte çështje rutinore dhe operative e lidhur me kontrollet e aktiviteteve policore të zakonshme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se policia dhe prokuroria janë vënuar në reagimin ndaj incidentit në Skënderaj, ku përfshin kryetari i Skënderajt Sami Lushtaku dhe zëvendës ministri në detyrë Hysni Mehani. Ai deklaroi se nuk e di çfarë ka ndodhur pas mesnate në Skënderaj, por se pret që drejtësia të veprojë. Ndërsa njohës të sigurisë vlerësojnë se liderët politik duhet të kontribuojnë në uljen e tensioneve, sidomos para zgjedhjeve të 7 qershorit. Akuza dhe gjuha polarizuese e akumuluar kohëve të fundit ndërmjet subjekteve politike, shpërtheu mesditën e së entës në komunën e Skënderajt, ku përfshin në një incident kryetari kësaj komune Sami Lushtaku dhe zëvendës ministri financave Hysni Mehani. Ndërkohë disa orë pas incidentit në Skënderaj, u bë e ditur se njësitë elitë të policisë së Kosovës blinduan këtë komunë, situatë kjo e cila nxiti edhe reagimin e qytetarëve. Megjithatë, kryeministri në detyrë Kurti tha se nuk është në dieni se çfarë ka ndodhur pas mesnate, por kritikoi policinë dhe prokurorinë, të cilat sipas tij nuk reaguan shpejt. Me çmora vesh 2 veta janë arrestuar. Por për shtypjen time, reagimi edhe i policisë dhe i prokurorisë ka qenë i vënuar. Unë nuk e di se çfarë ka ndodhur më pastaj në orët e pas mesnatës, por e di që reagimi është dashur të jetë shumë më i shpejtë. Ju e dini që aktivistët e vetëvendosjes për statusin Facebook janë dënuar ka 1 vit e gjysmë burg. Ta shohim tash prokuroria për ata që marrin gotë edhe për gjakin zëvendës ministra, çfarë dëshkimi do të kërkoj dhe çfarë dënimi do jap. Kosova viteve të fundit ka hyrë në një ngërs politik, i cili ka shkaktuar cikël zgjedhjesh. Megjithatë, në fushata zgjedhore në vend të debateve politike dhe konkurrueshmërisë së programeve ndërmjet tyre, fushatat po karakterizohen me gjuhë të ashpër, tensionuese dhe përçarse. Në situatën e krijuar, eksperti i sigurisë Drizan Shala thotë se subjektet politike do duhet që të kontribuonin në shtensionim të situatës dhe jo të ndodhe kundërta, veçanërisht në këtë kohë kur 7 qershori është afër. Në këtë formë ne bëjmë regres politiko-shoqëror. Prandaj deklarimet do duhet të ishin të matur qoftë nga opozita, apo të gjithë subjekteve politike që janë në procesin politik garus, zgjedhor të 7 qershorit që të reflektojnë dhe ta zgjedhin gjuhën e komunikimit edhe me audiencën e tyre, pra me vetuesët e tyre, por edhe njëkohësisht me bashkëbisedim normal edhe me subjektet e tjera politike. Megjithatë, gjuha përçarse dhe tensionuese veçanërisht në kohë fushate është e pranishme në Kosovë ndër vite, veçanërisht në rrjetet sociale. Në këtë kuptim, sociologja Flaka Ymeri fajin kryesore vë tek subjektet politike, të cilat si thot, interesat e tyre personale i kanë vënë para interesave shtetërore. Duhet të ketë parasysh që ndikimi qytetar mos tjetë deri në atë pikë sa që të dëmtohen dhe të krijohen konflikte civile ndërmjet qytetarëve, sepse
mjaftueshëm kemi dinamik negative, ne kemi nevojë për të parë një gjuhë më unifikuese në raport me partitë politike, të bëhen fushatat me argumente, të bëhen fushatat me programe të qarta dhe duke parë mirëqenien e përmirësuar të qytetarëve në raport me jetën e tyre. Ymeri theksoi se fushata duhet të shërbejë për debat demokratik dhe ide konkrete dhe jo për përçarje e tensione. Zhvillimeve në Skënderaj do t'i kthehemi pas pak, ndërsa tani fokusohemi tek vizita e komisionerës për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos në Prishtinë, e cila i ka bërë thirrje subjekteve politike që të gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e institucioneve dhe t'japin fund ngërçit të krijuar për të ecur Kosova drejt Bashkimit Evropian. E kryeministri në detyrë Kurti tha se i ka kërkuar komisionerës Kos statusin e kandidatit dhe hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë, komisionerja Marta Kos fillimisht takoi ushtruesin e detyrës të presidentes Albulena Haxhiu. Kos vazhdoi vizitën e saj në qeverinë e Kosovës, ku pret nga kryeministri në detyrë Kurti. Vizita e parë zyrtare e Marta Kos u bën në një kohë kur Kosova është futur në një tjetër blokadë politike, pas asaj gati një vjeçare, gjatë vitit 2025. Kjo, sipas Kos, përshkaktonte lashje të mëdha për Kosovën, veçanërisht në përmbushjen e reformave evropiane. Lidhur me situatën politike të krijuar në Kosovë, zyrtarja e lartë evropiane pati një porosi për subjektet politike. Prandaj një nga detyrat e mia më të mëdha është kujdesem për një integrim shumë të fuqishëm të Kosovës në Bashkimin Evropian. Thirrja ime e shumë e qartë gjatë kësaj vizite është gjithashtu që t'u kërkoj të gjithë aktorëve politik këtu të gjejnë një mënyrë për ta rikthyer stabilitetin institucional. Në anën tjetër, kryeministri në detyrë Kurti theksoi se në takimin me komisionerën Kos, e ngritja dhe çështjen e statusit të vendit kandidat për Kosovën dhe të hapjes së negociatave me bllokun evropian. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrirë i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës. Mbështetja publike për Bashkimin Evropian, për antarësimin në BE, qëndron vazhdimisht rreth 90% në vendin tonë dhe është ndër më të lartat nga të gjitha vendet kandidate. Ndërkohë, komisionerja e Bashkimit Evropian, Marta Kos, rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian e lidhi me suksesin që Kosova mund të ketë në dialog me Serbinë. Kos tha se nuk mund të jap një datë sikur Kosovës mund t'i hapën dyert për në familjen evropiane. Ne nuk punojmë me data, por i rëndësishëm është edhe përparimi dhe rruga që ndiqet. Sa më e suksesshme të jetë Kosova në zbatimin e reformave dhe sa më e suksesshme të jetë në dialogun Prishtinë-Beograd, aq më të mëdha janë gjasat që të mund të fillojmë negociatat e vërteta. Pra, kjo është pjesa politike. Komisionerja për zgjerim Marta Kos u zotua se do të punojë që Kosova të afrohet me Bashkimin Evropian. Ndërkohë, përkundër se Bashkimi Evropian bëri të ditur se ka pasur një pajtueshmëri nga Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić për vazhdimsi të dialogut. Kurti ripërsëriti kushtet për inisjen e dialogut, përfshirë dorëzimin e Milan Radojić, autori i sulmit terrorist në Banjsk, tërheqjen e letrës së ish-kryeministres serbe Ana Brnabić për mosnjohje të integritetit territorial të Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve. Pra, ne jemi për të drejtat e pakicave, ne jemi për të drejtat e njerëzit, sepse këto janë thelbësore për demokracinë, por në anën tjetër kërkojmë edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian që të drejtat e pakicave dhe drejtat e njerëzit edhe në Serbi të respektohen në mënyrë që të kemi parafërsisht një lloj simetrie në të dy anët. Aktualisht Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk ka hapur ende kandidaturën për antarësim në BE dhe aplikimi i saj prej 4 vjetësh nuk është shqyrtuar asnjëherë.
Rikthehemi sërish me informacione në Skënderaj, atje ku Samil Ushtaku pritet të intervistohet nga policia e Kosovës pas incidentit të djeshëm me Hysni Mehanin. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegën Edona Demiqi. Edona, e pa më herët që është paraqitur tashmë Samil Ushtaku në stacionin policor, cilat janë informacionet më të reja, ka nisur intervistimi nga ana e policisë. Po, Ilir, ashtu si që thatë edhe ju, jemi në Skënderaj, po tash më thuhet që ka filluar intervistimi i Samil Ushtakut nga ana e policisë së Kosovës. Deri më tani nuk është që ka ndonjë njoftim zyrtar, ajo që mund të themi është që ka një prani të madhe të qytetarëve të cilët kanë dalë në përkraje të tij, po shohim po ashtu të pozicionuara shumë pranë stacionit të policisë edhe mjete të rënda, po besoj që kushtrimi mund të na ofrojë edhe pamjet. Ka një numër të madh të qytetarëve të moshave të ndryshme të cilët janë duke qëndruar përballë stacionit në pritje të asaj se çfarë do të ndodhë tutje. Deri më tani duket që situata të themi është e qetë, nuk ka shënuar ndonjë incident ose diçka e kësaj natyre, por që ka një numër të madh të qytetarëve i cili shkon edhe duke u rritur. Duhet cekur që makinat të cilat kanë kaluar në këtë pjesë të rrugës tashmë po ndalohen shumë poshtë në një pjesë tjetër të Skënderajt, sepse nuk lejohet që të qarkullohet me makina në këtë pjesë. Gjithsesi, çfarë do të ndodhë tutje për më të rejat, natyrisht ne do të qëndrojmë këtu dhe do t'ju mbajmë të informuar. Mire, Dona, falenderoj për këto informacione, do të rilidhemi sërish gjatë këtij edicioni nëse ka informacione të reja rreth intervistimit të Samil Ushtakut nga hetuesit dhe policia e Kosovës lidhur me incidentin e djeshëm. Një blok i shkurtër marketingu, rikthehemi me materialet tjera. 75 vjeçare ka vdekur Alush Gashi, një nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një herësh ish ministër i shëndetësisë. Për vdekjen e tij ka njoftuar familjarët, të cilët kanë thënë se për detajet dhe ceremoninë e varrimit do të njoftojnë me kohë. Gashi lindi më 4 tetor 1950 në fshatin Prigod të komunës së Istogut. Ai studioi mjekësi në Universitetin e Prishtinës më 1974 dhe përfundoi doktoraturën në Zagreb më 1979. Në vitin 1989, si dekan i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, ai u bë pjesë e themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai gjithashtu shërbeu si këshilltar i lartë dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Ibrahim Rugovës dhe po ashtu ishte sekretar për marrëdhënie me jashtë i LDK-s. Për vdekjen e Gashit ka shkruar kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku duke përshkruar si njeri të urtë e të mençur të politikës kosovare. Reagoi edhe ushtruesja e detyrës së presidentës, një herësh kryetare e Kuvendit Albulena Haxhiu, duke thënë se Gashi i shërbeu vendit në shumë fusha dhe në periudha të rëndësishme të historisë sonë, ndërsa ministri i jashtëm në detyrë, Glauk Konjufca, e ka vlerësuar lart kontributin e Gashit në arsim, shëndetësi dhe jetën publike të vendit, duke thënë se do të mbetet i çmuar dhe i paharruar. Komisioni Pavarur i Mediave ka shqiptuar gjoba ndaj disa televizioneve për shkeljet të pretenduara që lidhen kryesisht me mbulimin e zgjedhjeve të shkurtit 2025, përfshirë raportimin e pabalancuar, reklamimin politik dhe përmbajtje me konotacion negativ. Fillimisht Klan Kosova u gjobit me 3.000 euro për kronikën që sipas KPM-s, për kronika që ishin të anshme, të pabalancuara dhe të mbështetura vetëm në një burim, ndërsa me gjoba u ndëshkuan edhe RTK1, Kanal 10, TV1, RTV Dukagjini dhe T7. Kryetari AGK-s, Xhemail Rexha, i ka quajtur këto vendime skandaloze dhe, siç tha, është një vërtetim i kapjes së këtij institucioni nga lëvizja vetëvendosja. Në konferencën ekonomike B2B, Prishtina 2026, organizuar nga Rjeti Global i Bizneseve Shqiptare, janë mbledhur mbi 400 biznese shqiptare nga vendi dhe diaspora me synim zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Konferenca ekonomike Business to Business në Prishtinë ka mbledhur edhe këtë vit qindra biznese shqiptare nga vendi dhe diaspora, duke krijuar hapësira për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik ndërmjet bizneseve. Kryetari i Rjetit Global të Bizneseve Shqiptare, Omer Nura, tha se përmes kësaj konference, bizneset kanë mundësi të bashkërendojnë interesat e tyre dhe të krijojnë lidhje bashkëpunimi me kompani nga Evropa dhe jo vetëm.
Po, konferencat tilla janë për bashkimin e interesave të përbashkëta, do me thonë të gjejmë prodhuesit nga vani këtu në tregjet evropiane dhe më gjerë si që është Australia, e tregjet e mdhoja si Amerika, e gjithë Evropa që është një treg e jashtëzakonshëm, një treg me 520 milion banor. Ndërkaq Shkëlzen Jusaj, kryetari i komunitetit të bizneseve kosovaro-gjermano-zvicerane, tha se në këtë konferencë janë regjistruar rreth 420 biznese. Ai shtoi se Kosova ka produkte të certifikuara nga Bashkimi Evropian, të cilat duhet të deportojnë në tregjet ndërkombëtare. Presim se rrjeti i bizneseve, komiteti i bizneseve diasporë dhe Kosovës të kenë një bashkëpunim të sinqert, të kenë mundësi të njoftohen ndërmjet veti, prezantohen punë, prezantohen produktet. Kosova ka shumë produkte të certifikuara me standardet e Bashkimit Evropian dhe mënyra më e mirë e plasimit të këtyre produkteve është diaspora jonë. Të regjistruara zyrtarisht janë 420 biznese, mbi 200 janë prej diasporës, pjesa tjetër janë kosovare. Arjan Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, tha se mbledhja e bizneseve të diasporës në Prishtinë duhet të shërbejë institucioneve si kujtesë për t'i kushtuar më shumë vëmendje këtij sektori përmes ofertave më të mira dhe dialogut të vazhdueshëm me ta. Mbledhja atyre në Prishtinë natyrisht duhet të rikujtojë edhe aktorët institucional të vendit për rëndësinë që ata duhet t'ua kushtojnë atyre, edhe përmes ofertës më të mirë, po natyrisht edhe përmes mbajtjes dialogut me ta, duke ditur që ata kanë mundësi të mëdha për investimet. Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit patën mundësi të zhvillojnë takime mes bizneseve, të marrin pjesë në panele diskutimi me ekspertë të fushave të ndryshme, si dhe të prezantojnë bizneset e tyre në panairin e organizuar në kuadër të konferencës. Në Fakultetin e Inxhinierisë Civile të Universitetit të Prishtinës u mbajt forumi 2026, ku ekspert vendore ndërkombëtar diskutuan rreth transformimit të sektorit të ndërtimit drejt një modeli më të gjelbër dhe më të qëndrueshëm. Fokusi kryesor mbetet përballja me ndryshimet klimatike, menaxhimi i burimeve dhe ekonomia qarkulluese. Dekani i Fakultetit të Inxhinierisë Civile, Florim Grajçevci, tha se sfidat globale si ndryshimet klimatike, përdorimi intenziv i burimeve natyrore dhe menaxhimi i mbetjeve kërkojnë një qasje të re në sektorin e ndërtimit. Akademia, industria, institucionet publike, profesionistët, organizatorët, po dhe partnerët institucional janë bërë bashkë për të diskutuar një nga sfidat dhe mundësitë më të rëndësishme të gjitha kohërave, transformimin e sektorit të ndërtimit nga një model linear drejt një të ardhmeje qarkulluese dhe të qëndrueshme. Sektori i ndërtimit historikisht ka qenë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë dhe zhvillimit urban. Ndërkaq Farusha Zemi nga Këshilli i Ndërtimit të Gjelbërt Kosovës deklaroi se forumi ka bashkuar ide, institucione, biznese dhe akademin për një qëllim të përbashkët, ndërtimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme për Kosovën. Ky bashkëpunim mes akademisë dhe institucioneve profesionale është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse transformimi vërtet ndodh kur bëhen bashkë dija, inovacioni dhe praktika, zonja dhe zotrin. Për dekada me radhë, sektori ndërtimit anemban botës ka funksionuar përmes një sistemi linear, merr burimet, ndërto, konsumon rënë, krijon mbetje. Profesoresha nga Universiteti i Shkupit Elena Dumova Jovanovska theksoi rëndësinë e rikthimit te traditat në përdorimin e kujdesshëm të burimeve. Duke u kthyer te ndërtimi i gjelbër dhe të bërit të gjelbër, kjo është përsëri një kthim pas në traditën tonë. Nëse i kujtojmë vetes se si ndërtohej në vitet e kaluara, sa të kujdesshëm ishin njerëzit me burimet rreth tyre, mendoj se kjo është e vetmja gjë që duhet të bëjmë. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, nuk ka asnjë shtet të madh, asnjë shtet mjaftueshëm të madh në botë që mund t'i adresojë i vetëm këto dy çështje. Prandaj na duhet bashkëpunim dhe jam shumë e lumtur që në këtë ndërtesë sot jemi bashkë. Jo vetëm Kosova, por rajoni Maqedonia e Veriut është këtu gjithashtu. Në këtë forum u tha se temat e ekonomisë qarkulluese dhe zhvillimit të gjelbër po marrin vëmendje gjithnjë e më të madhe në Ballkanin Perëndimor. Në këtë drejtim po punohet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe të gjelbër. Në rastin e 15 maj, ditës ndërkombëtare të familjes, Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare organizoi një aktivitet përmbyllës me pjesëmarrjen e
familjeve, fëmijëve, institucioneve partnere dhe organizatave jo qeveritare, ku theksuar rëndësia e familjes dhe mbështetja institucionale për mirëqenjen sociale në Kosovë. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, ministri në detyrë për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, Andin Hoti, tha se familja mbetet themeli i shoqërisë dhe vendi ku ndërtohen vlerat më të rëndësishme njerëzore. Sot fakt është një ditë gëzimi, bashkimi dhe mirënjohje për njerëzit më të rëndësishëm të jetës tonë, familja. Familja është vendi ku marrim dashurinë e parë, mbështetjen e parë dhe vlerat që na përcjellin gjatë gjithë jetës sonë. Pikërisht për këtë, sot kemi zgjedhur të jemi së bashku në një atmosferë festive me fëmijë, prindër, gjyshër të rinj për të festuar rëndësinë e familjes në shoqërinë tonë. Slogani i këtij viti është shteti fillon me familjen, sepse në familje fillon edukimi, solidariteti, respekti dhe kujdesi për njëri tjetrin. Si ministri i punës, familjes dhe vlerave të luftës qeveritare, mbetim të përkushtuar që familja të jetë gjithmonë në qendër të politikave tona dhe çdo familje në Republikën e Kosovës të ndihet e mbështetur dhe e vlerësuar. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe organizatat partnere, përfshirë UNICEF-in, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror, SOS Fshatrat dhe Terdes Home, të cilat vunë në dukje rëndësinë e familjes dhe mbështetjen për fëmijët. Drejtoresha ekzekutive e Organizatës për Fëmijët pa Kujdes Prindëror, Ibadete Krasniqi, tha se organizata që ajo përfaqëson prej më shumë se 20 vjetësh bashkëpunon me nivelin qendror dhe komunat për zhvillimin e strehimit familjar në Kosovë. Familja është vendi ku fillon gjithçka, dashuria e parë, ndjenja e sigurisë, mbështetja në momentet më të vështira dhe forca për të vazhduar përpara. Është streh emocional ku çdo njeri duhet të ndihet i pranuar dhe i dashur. Por sot kjo ditë na kujton edhe përgjegjësinë që kemi si shoqëri ndaj fëmijëve, që nuk kanë pasur mundësinë të rrihen pranë familjeve të tyre biologjike. Për këta fëmijë, strehimi familjar nuk është vetëm një shërbim social, është një shans i dytë për jetë, për përkatësi dhe për shpresë. Çdo fëmijë meriton të zgjohet në një ambient ku dëgjon fjalë të mira, ku ndjen përqafimin dhe kujdesin e prindërve dhe ku mëson se sa është e rëndësishme që të rritet në një ambient të ngrohtë familjar. Në kuadër të aktivitetit, Ministria nderoi me mirënjohje gazetarë dhe përfaqësues të mediave për kontributin e tyre në raportimin e çështjeve sociale dhe rolin si urë lidhëse ndërmjet institucioneve dhe qytetarëve. Aktiviteti përfundoi me një program artistik për fëmijë dhe familje në atmosferë bashkëpunimi dhe solidariteti. Rikthehemi sërish me informacione në Skënderaj, atje ku Samil Ushtaku është duke intervistuar nga policia pas incidentit të djeshëm me Hysni Mehanin. Atje është kolegja Edona Demiqi, cilën do ta inkuadrojmë sërish drejt për drejt. Edona, cilat janë informacionet më të reja nga Skënderaj? Po, Ilera, ashtu si që dhe tham, intervistimi është duke vazhduar, numri i njerëzve është duke u rritur. Në këtë pikë të ngjarjes është bashkuar edhe muzika patriotike, ka prioritje të vazhdueshme UÇK, krejt kjo në mbështetje të kryetarit Samil Ushtaku. Për të kuptuar më shumë rreth krejt kësaj çfarë po ndodh, me ne pranë kemi edhe kryetarin e organizatave të dalja nga lufta, zotri Hysni Gutati. Përshëndetje nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve që na keni përcjellë çdo hap dhe jeni me neve çdo moment. Çka nëse nuk kemi një lirim të zotrit Ushtaku pas këtij intervistimi? Unë nuk e besoj që të ndodhë aja, po gjithmonë të supozojna, po ne nuk do të ndalemi, unë kam lejmëruar sot që protestat do të vazhdojnë, po unë kam thonë inshallah nuk do që ta morrim me dhunë, se nëse tentojnë ta morrim me dhunë, atë do të jemi shumë keq situata. Unë nuk kam dhëtore e sojnë që të kemë situatë me dalë për kontrole, po nëse tentojnë atër, na imponohet se dhuna me dhunë, po inshallah nuk ndodhë aja, s'besoj si do të ndodhë. Jam shumë optimist, si zotin Zhoki do të lirohet, se për një shuklak, apo këtë zbesoj se i ka ra atina, fare se jënë kamerat folë zotit, po qytetarët, dikush për qytetarë i ka ra ati zotnis. A kanë pa ato pamje policia, keni informacione ku ju pretendoni që zotri Ushtaku nuk ka sulmuar zotri Mehani? Unë e kam po në një video, zotri Ushtaku është mrapa krejt, keni qësh kërë e bon qëtu mjekrës, dhe di si zotri Ushtaku si ka ra, kështu duket, besoj si policia i kanë po kamerat, edhe hetust kanë ardhë, kanë po, te kanë arrestu 2 persona atje, i kanë arrestue, po unë du shpresoj që zotri Ushtaku të lirohet tash,
edhe një orë gjysë, s'besoj si do të shka ma shumë, do të lirohet, edhe nëse lirohet zotë Lushaku është shumë i mirë, po nëse gjithmonë politika s'ka vu turp në drejtësi. Nëse politika e ka vu turp në drejtësi, atër në pret me keqe. Çka nëse ky intervistim vazhdon më shumë se 1 orë ose 2 që ju presni? Na do të presim, deri në përfundim do të rrim këtu me qytetarë. I falenderoj gjithë qytetarët që kanë ardhur nga Drenica dhe nga vise tjera. Kem Prizren, Dragash, kem Ferizaj që kanë ardhur shumë këtu, njerëz tonë, veteranë që na kanë bashkangjitur qytetarë, ndryshëm i piqenë me familje që kanë ardhur, që gjithë i falenderoj që kanë ardhur, na kanë përgjegjë tigres tonë. Po shohim një bllokim të rrugës afër stacionit policisë në të 2 anët e rrugës. Pse është bërë ky bllokim me këto mjete të rënda, zotri Guzati? Ju them sinqerisht nuk e pëlqej bllokimin e rrugëve, po ja që dosh për shkak pabesisë që kanë ndodhur pron pabesia, njësia speciale që kanë ardhur. Unë i falenderoj policinë, respekt për policinë tonë, me uniformën tonë, po lojën promo ka kalu Albin Kurti me ministrin e. Dhe pretendoni të ndaloni njësi speciale me këto? Pretendojmë ndalu, mos më ardh mo Drenicën me lënë gjithë natën pa gjumë, deri në orë të mëngjesit që kanë në promë. Ne pretendojmë që ata mos po tentojnë të hyjnë ta marrin shokën me dhunë, po në besoj se nuk do të vinë, është e mirë mos më ardh, mos më na provoku, po janë të mirësorë gjithmonë policia, sa ata hyrën në ajnin qetësin, kuptohet, po jo në atë formë që kanë ardhur promë me gjata, me snajper, me automatik, me autoblinda, 17 pika e kanë zonë për qytetin tonë, që po them siç ka qenë e tmerrshme ajo nota promshit, është ka qenë faqe shumë të zezë qeveria dhe ministria vetveti. Në fushat, ko fushate, ko zgjedhje jemi dhe tash mundohet politikisht me fitu. Aja do me fitu me një problem që ka ndodhur Skenderaj, që ai djalë ka gabu shumë i Simeoni, që ka fyer zotin Lushtaki, e i fyer na ka fyer dhe neve gjithve, e tash politikisht po do me fitu Albin Kurti. Faleminderit shumë i nderuar. Me respekt ju, faleminderit shumë. Ka një numër të madh të qytetarëve i lirë, i cili sa po arrim të shohim nga momenti në moment është duke u rritur, ka edhe të tjerë bashkëluftëtar të dikurshëm të. Më falni ju lutem. 2 fjalë. Na tregoj, jemi live në lajmet qendrore të Radio Televizionit 21. Thjesht një pyetje, nëse nuk do të kemi një lirim të Sami Lushtakut. Na drejtësi se kem dërmend me fut durd atu. Po nëse drejtësia ekziston dikon, nuk është dasht mu përfshi as kryetari, as kjo prezencë të qytetarëve këtu me shprehje të parkranacin, kauza e të lashëve që ndodhin në Skenderaj. Zotri Geci, pse kemi një bllokim të rrugëve? Bllokim të rrugëve qytetarët mundohen mu së realizu me këtë gjendje të sotit, përdryshe nuk është diçka që me një apel të vogël sigurisht do të largohen ato prej atujt edhe gjithçka do të cilët në rregull. Po ne po kërkojmë që për liderëve gjithë Kosovës, për gjithë liderët të Kosovës që të ulin tensionin edhe mos të jashtëpërstuajnë gjonat, mos bëhen kësi kauzash që nuk i meriton qytetari i Kosovës. Ne kërkojmë diçka tjetër, një mirëqenie sociale për qytetarët të jetojnë dinjitetshëm, jo me kësi të lashësh, jo me kësi problemesh, përfshihen pa nevojë. Faleminderit shumë. Lutem. Ka një numër të madh të atyre që njihen si bashkëluftëtar të dikurshëm të Sami Lushtakut. Më thanë që këtu afër është edhe komandant Kosharja. Përshëndetje. Jemi live në lajmet qendrore të Televizionit 21. Faleminderit se çka kjo është. Kemi diku tjetër. Okej. Ne jemi këtu duke prezantuar krejt çfarë po ndodh prej Skenderaj, të numër të madh të qytetarëve, makina që kanë bllokuar rrugën, mjete të rënda dhe natyrisht intervistimi që po i bëhet zotrit Lushtaku. Çka nëse pas këtij intervistimi nuk kemi një lirim të tillë? Nga këtu na i na dal kundër padrejtisë që u të bën generali Sami Lushtakut. E dyta, nuk e di se kjo është më shumë politike nga Albin Kurti, nga njerëz të udhë bashkë ish kohës të Jugoslavisë, mundohen generalin të ulin, për s'kanë mujt me ullë shkit, vitet në 10, ase penal Albin Kurti ose aj me una. Unë e menoj se këto të bon Albin Kurti me qëllim me shkatru Drenicën. Faleminderit shumë, kemi një njoftim që po dëgjojmë. Okej, është thjesht një lajmërim për të larguar një makinë ose diçka të tillë. Mirë, kushtrim mund të më përcjellësh edhe më tej? Okej. Të shohim tutje, ka një numër të madh, më falni ju lutem.
të qytetarëve të cilët tashmë edhe të shoqëruar me muzikë, po vazhdojnë të përkrahen zotrin Lushtaku, i cili tashmë dihet pas incidentit që pati me zotrin Mehani, është duke u intervistuar nga policia e Kosovës këtu në stacionin policor në Skënderaj. E thamë edhe më parë, rrugët janë të bllokuara në të dy anët e rrugës që kalon pranë këtij stacioni, janë mjete të rënda të cilat janë vendosur, e tha edhe zotri Gucati që këto mjete janë vendosur si një lloj mburoje që të mos kemi njësinë speciale të Kosovës të pranishme këtu mbas krejt ngjarjeve që ndodhen mbrëm. Gjithsesi, për më të rejat nga Skënderaj, ne përsëri do të lidhemi në edicionet e radhës në emisionet e tjera. Mirë, të falenderoj Edona për këto informacione, ishte drejt për drejt nga Skënderaj para stacionit të policisë atje ku Sami Lushtaku është duke intervistuar nga policia pas incidentit të djeshëm me Hysni Mehanin. Do të kalojmë me rubrikën e sportit për fund. Këtë e përfundojmë edicionin qendror të lajmeve, ju falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.